Sot që ju ra në kurriz të tyre, apo të njerëzve tyre, tash më thonë pse duhet të rrinë në Burg Ilir Meta, pse duhet të rrinë në Burg Erion Velia, pse duhet të rrinë në Burg Beqa, pse duhet të rrinë në Burg Edi Rama, pse duhet të rrinë në Burg Belinda Balluku, pse duhet të rrinë Bushka, që është kryetare e Komisionit Ligjeve, që intimidote dëshmitarët, po. Nuk duhet në Burg, kurse ai me cigare ashash duhet të rrinë në Burg. E kuptoni se çfarë paradoksësh kanë këta? Dhe këto ligje i kanë miratuar po këta. Po në këtë rast po në këtë rast të dëno 5 vjet, 7 vjet. Po në këtë rast si mendoni se do të përfundoj? E pat shumë mirë se çfarë ndodhi me 5 dën. Ju bë gjithë e buje madhe se sa miliona kanë vjedh. Dhe çfarë ndodhi? Me shërbim prove. 1 vit shërbim prove. Ju mori njëri lekë? Nuk ju mori asnjë. Konfiskim pagjë? Spagjë. Se këto janë ato që unë i kërkoj spakut. Dhe gjykatës. Se kemi një kod procedure penale skandalos. Dhe këtë nuk është si po e them sot. E kam thënë në gjithë seminaret kur është bërë për reformën në drejtësi. Tash ti u kujtu këtë të ndryshoj kodin, të ndryshoj ligjin, po këto ligje i bën vetë këta. Siç ndodhja paturpsia e sotshme në kuvend me komisionin e reformës zgjedhore, që kërkojnë na vinë edhe nga BE-ja, edhe pa pik turpi, na vinë edhe nga bordi i paqes sot e Erbil Bashi. Çka kërko këti? Çka kërko këti kod zgjedhor, reformë kodit zgjedhor, kur ti se paske nuk e ke të shkruar kodin. Se kur shkon në një takim, fillimisht e ke të shkruar. E ke projektin se çfarë do bësh. Po këta shkojnë me dur në xhepa, shkojnë vetëm thjesht për pazare, asgjë më tepër. Dhe masit marrën zgjedhjet, ky kod thot nuk bën, që është kodi më i keq. Po, na vonë zgjedhjen thot. Po. Gjithë kodet veti kanë bërë. Nga 92 deri më sot kodet veti kanë bërë gjitha. Dhe sa herë marrin votimet, gjithmonë del edhe thot ky kod s'bën. Të pa aftë. Po janë të pa aftë politikisht, po të pa aftë edhe profesionalisht. Se një profesionist nuk thot unë do marrë mendimin e na vi BE-ja, na vi PE-ja. Zotri, janë ligjet e vendit tonë. Ecet në mentalitetit, toke, zakone, tradita. Po këta nuk i njohin fare këto. Ta duam vetëm pazar, sa më jep ti, sa t'ja pun, sa bën ti, sa bëj. Kush e bëri kodin e fundit? A e bëri opozit? I bën listat e mbyllura vet. Po pse ankohen se u vodhën zgjedhjet pastaj? Dhe pastaj po, normal na vodhën zgjedhjet. Po si nuk e paske strukturën e kodit zgjedhor ti, kur shkon në atë komision, duhet kesh një strukturë. Dhe mi bazën asaj strukture ti diskuton. Në zgjedh këti mu 5 eksperta. Nga 5 ekspert duhet për kodin zgjedhor. Pagoj kë po. Pastaj na qojmë Venecia. Pastaj gjejmë në role tjetër ne qojmë anej. Ne i shohim. Dhe këta janë ata që deputet. Këta janë ata që kanë titull doktora, profesora, shkenca, në për jurisprudencë, ku do. Këta, profesora, doktora. Ta që kam marru master, e kam po shkolla, e kam, nuk di, kam marru në Angli, e kam marru shkëllqyshëm në Amerikë, what hype, kam marru, thot ai. Pa pik turbi. E pasaj thot ta qëmë në Venecia. E mërën gjykatë kushtetutës, që është gjykata supreme, që është gardiani kushtetutës. Po ne s'kemi kushtetutës, kemi palavos kushtetutës. Po edhe atë që kemi s'dim të mërën. Ke vut deng pa marka të gjithë. 3 gjyqtarë janë në atë gjykatë. Asjoni s'ka shkujt në i herë për kushtetutën. Në asnjë seminar s'kam një gjurë në një nga këta të qohet e të flasi për kushtetutën. Zoti Merkoçis, ai nga rebeli i reformës që kundërshtoja reformën. Po pra po, ja urdhëro ku e keni. Dhe gjithë ata që e mbrojtën sot dalin edhe e shajnë.
pa pik torpi dalin e thonë e të burgos politik. Se vjedhin, edhe na del Erion Velia i burgos politik, apo tjetër. Ke akuzë për Hajdut, përgjigju për Hajdut. Zoti Merkoçi, si do përfundoj historia Belinda Ballogut, duke qenë se gjykata kushtetuese dha një vendim pa vendim, duhet thonë, duke votuar 4-4 në vendimin përfundimtar të saj. Belinda Ballogu është e shkarkuar, nuk shkon më ma gjyrë e para, kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. E më e rëndësishme në këtë është përdorimi i kuvendit si beton, ka shi Spaku, por gjithsesi Spaku është plani A, plani B, plani C, ka shumë plane. Unë kam thënë Rama, nëse do rezistojnë Shqipëri, le ta zgjidhin burgun, shkoj ta bëj burgun në Amerikë, sepse është i akuzuar atje, tash qoftë për çështjen me Gonin Kal, qoftë për çështjen Sinaloa, apo për prekjen e sigurisë Amerikës dhe lidhjet që ka me agjenturat e huaja, sidomos me ato kinezët. Po çfarë do ndodh? A rrezikon të arrestohet Belinda Ballogu apo? Absolutisht do arrestohen gjithë, jo Belinda, por do arrestohen gjithë. Unë ja u thash edhe më lart. Nuk diskutoj fare. Rama do hiki, jo me Belinda, do hiki komplet si qeveri, nuk diskutohet më. Është jo të kaluar, por është thyer vija e kuqe ndërmjet Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë edhe të Bashkimit Evropian. Po të shohim të gjitha lëvizjet, gjitha deklaratat, gjitha gjërat, është thyer vija e kuqe, nuk mban më. Nuk është puna se ka bërë një gabim edhe po e fali. Nuk mban më. Ky lloj korrupsioni ka lëpan. Kjo droga me ton. Kur kriminalët vinë në Shqipëri, takohen dhe futen sepse nxorrën që na kanë sulmuar iranian në të njëjtën kohë që doli që akshin e komandojnë vetë. Dhe deklarata e prokurorit të Pulës, kur tha kriminali më i madh i Italisë merret me ndërtime e me call centera, se ka edhe call centera që do dalin. Që janë gjithë call centera që dalin. Janë gjithë mashtrusë. Hajdutet e popullit. Gjithë call centera janë hajdut. Dhe që do bëja? Nuk do t'i mbajmë. I ka dalë emri të vllajt në Gjermani. Pse më kote erdhi ministri i Gjerman që erdhi të takoj, erdhi vetëm SPAK, bëri takimin SPAK edhe hiku? S'takoj asnjë tjetër? Pavarësisht se këta mundojnë t'i fshejnë e t'i mbyllin. E mos i japin si lajmi këta. Por fundi Ramës dihet. Unë thasha do ta ketë këtë ditë apo do ta ketë këtë javë, apo këtë muaj. Po që është mbyllur nuk diskutohet. Se qofse nuk mbyll atëherë unë do dalë, do them që Amerika më shtet ka diktaturë, Europa më shtet diktaturë, Europa më shtet krimin e organizuar, më shtet mafia. Për të qenë korrekt, ka qenë vetë ambasadori gjerman i cili ka takuar kreun e SPAK-ut, Claudian Braho. Në këtë rast, ju si mendoni, çfarë synimi ka pasur kjo vizitë ambasadorit gjerman në SPAK? Nuk ka qenë vizitë ambasadorit gjerman. Ka qenë vizitë e ministrit gjerman. Lexojeni pak edhe pyesnim, po që është pyesnim pak në. Po lexoja këtë do ditë të sotme, ministri gjerman mund të ketë qenë ndoshta ditë më parë. Flas kur erdhi ministri i Gjerman që erdhi para 3 javësh, ndoshta mund të ketë qenë. Atëherë po. Se kush po llum. Po domethënë para 2 javësh apo 3 javësh erdhi për një takim dhe iku. Dhe nëse ka qenë ambasadori gjerman sot në SPAK, do ketë qenë pikërisht për ato që ka kërkuar ministri në SPAK, për atë gjyqin që është hapur në Amerikë, në Gjermani, ku emri Elçi Ramës është në krye të listës për call center. Dhe prandaj them. Dhe jo pa qëllim u përmendja call center. Sepse me këto call centera
këta kanë bërë vjedhjet kolosale të shtetasve europian dhe tashmë nuk preket më vetëm Shqipëria, po me politikën e tyre që këta po ndërtojnë, kanë prekur dhe Europën, shtetasit europian, kanë vjedhë dhe shtetasit europian, jo vetëm më me impakt dyshin e treshin të bujqësisë, po dhe në përmjet call centra. Dhe prandaj, t'jeni të sigurt, do t'i dali tymi asaj vizit që ka bërë ambasadori në Gjerman. Po t'jeni të sigurt që ka vajt pikërisht vetëm për call centra. Për atë erdhi dhe edhe ministri, prandaj po them do t'jetë për atë. Se i lidh të dyja bashkë.